Këshilli i Ministrave ka miratuar një paket vendimesh për indeksimin me 2.5% të pagave dhe elementeve përbërës të tyre në disa kategori të administratës publike për vitin 2026. Vendimet përfshin rritjen e pagës së Presidentit të Republikës dhe të pagës së referuese bazë për funksionet gjyqësore dhe të prokurorisë, si edhe përditësimin e strukturave të pagave për Gardën e Republikës, Policinë e Burgjeve, koordinatorët kundër korrupsionit, punonjësit mbështetës dhe specialitetet e ndryshme në administratë, si dhe personelin e sistemit shëndetësor. Krahas indeksimit, në disa sektor parashikohen edhe rregullime specifike të shtesave dhe kompensimeve. Efektet financiare përballohen nga buxheti i miratuar për vitin 2026 dhe vendimet hynë në fuqi pas votimit në fletoren zyrtare me efekte financiare nga 1 janari 2026. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.